voton për Partinë Socialiste, ashtu siç do të votojë e gjithë Shqipëria, ashtu siç do të votojë Fieri, Mallakastra, Roskoveci, Patosi, Divjaka, Lushnja, ashtu siç do të votojë çdo shqiptar. Misioni OSBE ODIHR ka përgatitur një prej raporteve më të errëta për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 në Shqipëri. Vendi i cili, sipas kryeministrit Edi Rama, është bërë gati për të hyrë në Bashkimin Evropian, nuk siguron standardin më minimal të zgjedhjeve politike. Boardnews.al konstatoi raportin prej 45 faqesh të publikuara këtë të njëjtën më 23 tetor 2025 dhe bëri një kërkim specifik për fjalën ruling party, partia në pushtet, Partia Socialiste. Në vim janë paragrafët më pikant ku fitet se si nuk shihet më vijë ndarëse mes partisë dhe pushtetit, se si partia shtet përdori gjerësisht administratën dhe burime shtetërore në favor të saj, friksimi i eksponentëve opozitar dhe përdorimi masiv i mediave të mëdha në fushatën pro-qeveritare. Partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative gjatë fushatës, duke krijuar një avantazh të padrejtë të personave në detyrë. Votuesit kishin mundësi të zgjidhnin mes alternative politike dhe garuesit në përgjithësi gëzonin liri fushate, por fusha e lojës ishte pa barabartë në partinë e pushtet që përfitonte nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative dhe ndikimi institucional, duke zbehur vijë ndarëse mes shtetit dhe partisë. Shumica e medjave perceptohen si të lidhura me partinë e pushtet. Zgjedhjet parlamentare u zhvilluan në një mjedis politik shumë të polarizuar. Procesi i pranimit të Bashkimit Evropian zuri një vend të spikatur në diskursin politik, me Partinë Socialiste në pushtet që bëri fushat për objektivin antarësimin në vitin 2030 dhe theksoi momentet e negociatave. Ndërsa garuesit bën fushat lirisht dhe votuesit kishin mundësi të zgjidhnin midis alternativa politike, fusha e lojës ishte pa barabartë, me partinë në pushtet që përfitonte nga përdorimi i burimeve institucionale dhe administrative. Përdorimi i gjerë i aktivitetit të tilla publike për qëllime zgjedhore përforcoi më tej avantazhin e padrejtë të partisë në pushtet dhe e zbeu vijën ndarëse mes shtetit dhe partisë, në kundërshtim me paragrafin 5.4 të dokumentit të Kopenhagenit të OSBE në vitin 1990. Për më tepër, ODIHR mori gjithashtu akuza për votues që kishin frikë në hakmarrja për pjesëmarrjen në aktivitete të partive opozitare dhe raste të friksimit të kandidatëve të opozitës dhe disa partive në pushtet.